Mirë se erdhët të dashur Britsjapër, do bëjmë leximin e radhës për ju dhe fillojmë me forcën. Kjo javë energjia nis me strength. Jo forcën fizike absolutisht, për atë të mbrëmshme, durim, vetëkontroll, qetësi, kur brenda teje është stuhi dhe kjo është e bukur, kjo duhet jetë dhe kjo duhet të ndodhë. Ti ke qenë duke u përpjekur të mbash veten të balancuar, të mos reagosh me emocione, të mos tregosh dobësi. Por realiteti është ky. Diçka të ka zhgënjur, lënduar, dhe ke tentuar ta përtypësh në heshtje. Pastaj vjen tre të shpatës. Tre të shpatës, kjo nuk është letër dramatike, është realizim. Tregon që ai lëndim, zhgënjim apo thyrje besimi nuk ka ardhur sot, por tani më në fund po e pranon. Mund të ketë qenë fjalë të pathëna, një ndarje emocionale, mos respekt, ose thjesht pritje pa rezultate. Dhe ke bërë gjën më të dhimbshme, e ke mbajtur brenda duke u përpjekur të bëhesh i apo e fortë. Drejtësia të dashur Britsjapër hyn pikërisht në këtë javë, është momenti i balancës, jo akmarrje, jo dramë, por qartësi. Është ajo pikë ku thua, mjaft, ka ardhur koha të trajtohem siç e meritoj. Nuk kam justifikime, pritje, tolerim ose ndoshta tani është koha, s'është. Nëse diçka është e drejtë për ty, rri, nëse jo, largohu. Do thot shumë e qartë dhe mbi gjitha vjen asi i kupës. Letra e shërimit, rinisjes dhe energjisë emocionale të pastër. Kjo është shpërblim. Dikush diçka e re, një vizion i ri vetes, një ide e re, një realizim, një afrim, një përmbushje për ju. Kjo letër thot, pas pranimit të gjithave, jeta të jep një fillim të ri. Mos e mbaj veten të heshtur për të ruajtur paqen false. Thuaj të vërtetën, jo për të dëgjuar, po për të liruar nga e brenda. Vendose veten të parën pas një periudhe kur ke vendosur të tjerët mbi vete. Dhe kjo e gjitha tregon se je duke rilindur me një farë mënyre që tregon jo ftoftsësi, për e lodhur nga gabimet apo gjërat e përsëritura, dhe këtë javë nuk do ta pranosh, diçka e re po vjen që do ta përmbyllësh dhe do të ndihesh vërtet e përmbushur. Të dashur Britsjapër, është forca me ty dhe një lirim i madh është duke ardhur.